Drama Morsa e Luigi Pirandellos me regji të Edison Dheshit u ngjit në skenën e teatrit Migjeni duke përmbyllur edicionin e parë të festivalit teatror Xhexhu Fest. Në qendër të veprës shndron historia tronditëse e gruas pasionante, e cila përballet me shpërbërjen e lidhjes jashtëmartësore dhe me hakmarrjen e bashkëshortit. E shtrënguar mes akuzave dhe dëshpërimit, ajo përjeton një dramë të thellë emocionale që kulmon me një fund tragjik. Jo vetëm kur ndodh një tradhti që e kryen një femër, nuk është gjithmonë ajo fajtore, por janë shumë shkaqe të tjera të cilat e çojnë tradhti. Tema e tradhtisë, një temë duket shumë e lehtë, po është një temë e cila është shumë e fortë dhe shumë bashkëkohore. Roli i Xhulias ishte një rol vërtet kompleks. Kemi bërë goxha prova që të arrijmë një rezultat sa më të mirë dhe jam munduar që t'i afrojmë sa më shumë personazhit të Xhulias në vetvete. Drejtori i teatrit, Gerti Palali, u shpreh se edicioni i parë i festivalit e shndroi skenën e teatrit Migjeni në një platformë krijimtarie për çështje të rëndësishme shoqërore përmes artit. Xhexhu Fest vjen nga gegnishtja e fjalës për Xhexhu, me u përgjigj me po thirrjeve të teatrit edhe mesazheve që përcjell teatri për një shoqëri më të mirë. Jam shumë i lumtur që Shkodrës i është ofruar një festival teatror në edicionin e parë mbi temën e gruas. Xhexhu Fest solli një seri shfaqjesh që trajtuan tematika të forta e aktuale, duke patur në fokus gruan dhe duke dëshmuar edhe një herë rolin e teatrit si hapësirë e reflektimit dhe ndryshimit.